Atëherë, dy fjalë për raportin e monitorimit buxhetit për vitin 2024. Ky raport i paraqitet Ministrisë Financave çdo 4 muaj edhe Këshillit Bashkisë. Për këtë është respektuar kuadri ligjor për paraqitjen brenda fateve të këtij raporti. Raporti përmban të ardhurat dhe shpenzimet e kryera në nivel programesh dhe në nivel artikujsh për buxhetin e Bashkisë Fushare. Spari ju rikujtojmë edhe një herë që hyrat e Bashkisë Fushare ose fundet që kanë ardhur Bashkisë Fushare janë transferta pa kurzuar, transferta sektoriale, transferta kurzuar, transferta trashëguara, të ardhurat e planifikuara për vitin dhe të ardhurat e trashëguara. Këto janë paraqitur edhe në 2-4 muajt e kaluar. Do transferta janë paraqitur edhe në mënyrë grafike. Duket qartë që transferta e sektoriale zapeshën më të madhe të transfertave. Transferta pa kurzuar zën 24%, ndërsa të trashëguara nga viti më parshëm janë 24%. Të ardhurat e veta zën vetëm 6% të buxhetit. Tabela e realizimit të ardhurave për vitin 2024 tregon qartë që ka patur një realizim mbi planifikimin, është dikun 59% më tepër se sa planifikimi. Mund të themi pa frikë që është viti më i mirë i realizimit të ardhurave. Kjo vlerë mbi planifikimin lidhet më tepër me dy projekte që bashkia ka fitu me donator të huaj. Është një projekt me ambasadën japoneze me vlerë rreth 6.8 milion lekë të reja dhe një projekt me UNDP. Projekti me ambasadën japoneze konsiston në blerjen e një mjeti tip fadrom për rrugë rurale, ndërsa projekti me UNDP është projekt i karakterit social. Realizimi të ardhurave i paraqitur edhe në mënyrë grafike, duket qartë që grafiku i realizimit është më lart se sa ajo e planifikimit. Si që thash, janë 159.53% realizimi të ardhurave. Peshën më të madhe e zon këto dy projekte që përmenden, por një peshë të madhe zon edhe tarifa e pastrimit dhe të ardhurat naçëral. Shpenzimet. Në tabelën e poshtë janë paraqitura të gjitha shpenzimet në planifikim, realizim dhe përqindje realizimi. Në total shpenzimet janë realizuar në masën 79%. Këto shpenzime i kemi paraqitur edhe në mënyrë grafike. Duket qartë që pjesa më e madhe e shpenzimeve i përket çështjeve sociale, siç është ndihma ekonomike dhe pasuria për kujdesja. Vendin e dytë e zën shpenzimet që lidhen me funksionet e transferume, siç është administrimi i pyjeve, arsimi bazë e tjerë. Më pas vijnë shpenzimet për gjitha transfertat e tjera. Shpenzimet i kemi paraqitur përveç në nivel programesh edhe në nivel artikujsh. Në shpenzimet në nivel artikujsh, shpenzimet për investime zën rreth 24.5% të totalit të buxhetit. Shpenzimet për paga zën rreth 37.6%, për sigurime shoqërore 6.3%, për shpenzime operative 10%, transfertat 21.2%. Këto shpenzime i kemi paraqitur edhe në mënyrë grafike për të krijuar një ide më të qartë. Nga paraqitja grafike, shpenzimet për paga zën pjesën më të madhe të shpenzimeve në bashki.
Një vëmendje të veçantë në raportin e monitorimit i është pushtuar edhe investimeve. Kemi patur rreth 40 objekte për investime. Këto objekte janë realizuar në masën këto investime janë realizuar në masën 80%. Disa objekte nuk kanë arritur të realizohen brenda vitit 2024 dhe për rrjedhur janë transferuar në vitin 2025. Por edhe realizimi 80% besoj është i kënaqshëm duke krahasuar me vitet e mëparshme. Lista e investimeve që shihni në tabelë është lista që është miratuar në Këshillin Bashkiak gjatë vitit 2024 dhe përveç kolonës miratimit që është kolona plan, ka dhe kolonën fakt dhe përqindjen e realizimit për secilin investim. Vetëm në zërat ku realizimi është 0, janë zërat cilat nuk kanë arritur mu realizu prokurimet ose nuk janë prokuruar një pjesë. Në zërat tjerë janë realizu prokurimi, por për shkak të prokurimeve publike, nga planifikimi, po themi prokurimi është përfituar nga subjektet me vlerë më të vogël për shkak të konkurrencës. Një moment tjetër që duhet të ndalem janë dhe detyrimet e prapamentura. Duhet të teksu fakti që Bashkia Fusharës nuk ka kriju asnjë detyrim prapamentur gjatë kësaj periudhe. Kjo ishte një panoramë shkurtër e raportit monitorimit për vitin 2024. Faleminderit. Sa është mesatare e varitimit në Shqipëri tani e realizimit të buxhetit? Nuk ka se janë publikuar akoma, sepse jena, domethënë deri me datën 28 shkurt dërgojnë Ministritë Financave gjitha raportet e monitorimit bashkive. Mas shkurtit del Ministria e Financave me buletinin përkatës me realizimin për të cilin bashki. Po pyesme që mënyra krahasimore është një lloj masi, indikatori, domethënë për treguar që ku jena, por jo nuk ka gjithçka. Te kursimi, si pasojë e prokurimit, ka zhanë e mirë që ulet vlera, domethënë si pasojë po ka dhe atë tjetër që është jo mirë, domethënë preventivimi. Pra, mund t'jetë është vlerë gjë e mirë se ulet vlera, por të rishiten pra preventivime. Pra, gjithmonë duhet të shku drejt asaj që t'jetë realja. Më të bërë të pyetje. Unë bërë se përshimja kokave zaka vendin më të madh. Kurse investimet ishin numerikish të majnë, po 15% më pak. Një bashki kur investimet janë më pak se pagët, nuk e di tash, unë nuk jam specialist e ekonomie, po. Ja ta shpjegoj unë. Nuk ka. Kjo është një bashki. Jo. Kjo është një bashki, si të gjitha bashkitë që miratën në këshill edhe numrin e punojësve, por miratën edhe investimet. Numri i punojësve janë këto efekte që kena për paga, por s'duhet harrojmë që bashkia jonë gjitha shërbimet i ka me punojës bashkisë. Nuk prokurojmë as mirëmarrje rrugë, nuk prokurojmë as shërbime publike, dekor, pastrim, gjelbrim, menaxhim mbetje, gjitha i kryejmë me punojësit e bashkisë. Pra, këto shërbime normalisht përkthehen paga. Atëherë, dikur Bashkinë e Fusharësit, po them, pastrimi dhe zhvillimi i qytetit, ishin ishin privat. Në një moment caktuar Bashkia vendosi dhe vazhdimisht e histori që ti kaloje me punojë bashkisë. Pra, do thotë që ti shoqimet ju e keni nizzuar mediatikisht, për shembull tash për Bashkinë e Shkodër, që për dekorin kanë dalë një 1 milion euro podium për pjesën e gjelbrimit dhe ju e keni vure që tash ka filluar debati i madh.
kjo varet se si vizioni, se si e shikon kryetari apo Këshilli Bashkiak. Ato e kanë vendosur në Këshill, se nuk e kanë vendosur vetë. Por a hapi debati madh thot për lulet, a nuk mund t'i bëjnë punojësit e bashkisë, po duhet një dhënë privatit. Kjo t'i është debat që ti morish 5 vetë të ta ndajnë mendimet ndryshme. Pra, varet në finale se tani e vendosin këshillat, e propozojnë kryetari dhe e vendos Këshilli. Çështja kështu, se ne kena dhe flesh tjetër, se të tjetë tërë. Tani përmeni fondet e kushzuara, që vinë investimet nga buxheti i shtetit, që futen në buxhetin e bashkisë. Tana janë gabim apo janë? Po, janë gjitha investimet tosh, pra. Pra janë gjitha investimet tosh. Mos të habojmë që ti sot ke bashki, si lasi, që vetëm për tërveti, që ne fatkesisht nuk kena përfitu, pra ka përfitu Kuka, s'kena përfitu na. Ka përfitu Repsi, nuk kena përfitu na. Kjo është një ide që ka fillu që në Bukara tërveti, që du t'ishin bërë dokumentacioni, dhe në dhe ishna pjesë e skemës kombëtare për tërmetet. Për që do të thotë kishin përfshi gjitha objektet arsimore, shëndetësore, banimit, sociale në investime. Për ne nuk ekziston një VKM, sepse nuk është hartu atëhere që janë të dëmtime mu dërzu dhe Këshilli i Ministrave që ose keni burre, ka dhe Këshilli i Ministrave me vendimet posaçme për njësit, për bashkit përkatëse, për Durrësin, Tiranën, Lezhën, merren edhe Repsi pra. Tash i paskaron tërmet në Reps edhe nuk paskaron Fusharës. Karon Kuk edhe nuk karon Fusharës. Karo në Tërboj e në Kuks e nuk karon Fusharës. Kryetari ideja jam ishte kjo. Jo, ideja është e qartë. Jo, për shembull kur Shiko. Këtë një institucion si vetëm pa Po pra, burë, edhe nuk i ideja, besoj. po pra, po. Për shembull po në pyetje. Po jam të shpiku, jam të shiko. Nëse zbret një prej punuesve, ulet niveli i pagave. Por në qoftë se këto lek i kursejmë dhe ja japim një kompanie private me bë pastrimin e pastur rrugë, a thua janë më të fituar qytetar? Atëherë, tani, atëherë. Unë tham me rrit investime. Ja, ta Dhe shpikoj, rritë investimin ku një marrë lek. ta shpikoj unë. Një na me tani, ne na mbledh para se mu mbledh Komisioni Financës, unë kam dhënë mendimin tëmë kena qenë me Tanin dhe me nënkryetarin për pjesën sepse bashkisë Fusharës, fondi i zhvillimit, fondi shqiptar i zhvillimit, i ka akordu e bajnë tenderimin atë dhe atë t'japin vetëm materiale. Japin simento, japin hekur, japin plakat, apo jo kryetari kështu është. Dhe me ta thonë të drejtën, unë e diskutuar në frymën e ligjit, ne edhe me vinin e diskutuar tashi, që ne vendosëm me elan në mënyrën më absolute mos me marrë asë një vendim Këshilli Bashkiak, sepse unë fola në frymën e ligjit, as kryetari i bashkisë ne ruajmë edhe bashkinë, ruajmë edhe veten, por mbi gjitha ruajmë moralin tonë mos mu bë pjesë. Asë një lojloje para shikume deri mas dati më të majë. Sepse ato kanë sjellë materialin dhe ne duhet me marrë vendim të shia, duhet mu fut punë ato. Pra duhet me ble pjesë tjetër zhakune, ku po dion, kolla, qa më duhet, dhe duhet me fut edhe mjeshtra. Për punë specifike. Pra me marrë vendim Këshilli. Dhe thash, njërën absolute, kur ne në natë një hapem edhe e lexojmë, e thot, vlla, që në periudhë zellore nuk do të merret kush në punë. Dhe që ishte argumenti krejt e thjesht, që ne mos mu bë pal, fare, dhe e dyta mos u pas problemi ligjore, vlla. Po e para mos mu bë pal. Pse të fillojmë na të thënë një këshill që krejt secili i diskutojmë gjanat, mu bë pjesë e lojës politike. Fare zero. Dhe e kena shty, mas datë, 11 maj, kena kohë, bashkia t'jep vullnetin, që të vejnë punë administratën, mas datë 11 maj, ne marrim vendimet, edhe deri në tërë në nërë, kohën
procedurat njësore mirë dhe bashkia do me punon vers, kryhet puna. Pra me na falë, me prit një 2 muaj e gjys sa i bie. A ka me 2 muaj e gjys? Ashtu dhe. Ja më herë. Mars, prill, maj, as 2 muaj e gjys nuk janë, fix 2 muaj e gjys janë. Një kohë që pra jetë du me të janë të kia ti. Se ne nga kanë thënë fundi shqiptari i shurimi, po du me thënë, ti të nga pashër kulturët. Nuk ka dhënë tender, nuk po tender, as nuk ka po tender. Po të bana pash financues ne. Pra një farmyrë ne bana pash financues. Ajtë materialit, ti mërë kulturën e fotobuën pa punë. Këtë thjesht. Ashtu si të vija asfalti, për qytetin, ashtu dhe, që e thot, ka shmeta ja. Po ti e qytuar, mërë në qytet, ku dhe i bashkë. Pra, ashtë e drejta e krytëve, nuk të drejta. Kështu që, do ishte shumë ma mirë me qenë të raport nërshë, jam krejt raport, sepse kena nevojena. Në si na komunitet që i kena marrë të nga punë, i kena krejt rahat me rrugë, me të tana, absolutisht, por jena një situatë, dy rrugë, o investën dhe të ta mirëmbash prap të kulturë, ose me këtë kushte që i dhe lash kulturin për me mirëmbajt me mujt ma shumë të nivellit riparimeve se na e dim se si janë punë, a kuptar. Edhe të shërbimeve për emergjenca, këshin na e dim historinë se si bëhet në për fshatrat fjona. Që duhet me nërmy ka zona që ne kena ma të larta dhe konsumojnë ma shumë se zonat e afërta. Pra, për pak banor vetëm me kriju akses, na dim rrugë, po themon rruga Berisht, konsumon ma shumë se konsumon e zonë i Ballja ose Darda që kanë popullsi ma shumë. Ose unë, të të muan punë. Pse vëllë, unë kam banor ma shumë. Por, zaja nuk funksionen kështu, sepse dhe për 3 vetë e ka se ta kishkutin për 2 zanë, për një cimenor në kuptën. Pra, ideja është shumë se ne në finale ne i kena miratu të zhanë, në kuptën, dhe absolutisht jam krejt dakord, do të thënë që ne do të vim të arrisim nivelin, po do të me rritë edhe nivelin e lobimit në qeveri për fonde, fushat saktume. Po, tjetër zonë, tani pse kja për njohje, kja është për njohje. Raporti letëri me përndrejtë dhe vendimarrjes së Këshillit për periudhën janar dhe februar 2024, dhe atëherë sekretarja e Këshillit. Unë jam personi më i ri në detyrë ardhur këtu, gjithë aktivitetin e këtij këshilli ju e dini, ju e njihni, ju e keni ndërtuar, keni ngrit vetë për periudhën që do bëjmë gjatë 24, por ne jemi të detyruar ta relatojmë edhe mes njëri tjetrit, por mbi të gjitha edhe për transparencë ndaj publikut. Ashtu siç e di, ne jemi në transmetim live dhe falenderojmë përfaqësuesin e projektit të Bashkimit të Forta, zotërin Vimoçi që keni gjithë në vendet tona prezent, dhe jemi për transparencë. Atëherë, jemi në vendimarrje. Gjatë vitit 2024 janë zhvilluar 39 mbledhje komisionesh me pjesëmarrjen e 15 qytetarëve. Numri më i madh i mbledhjeve të komisioneve është ai komisioneve të pronarshme
hershme, me 34 mbledhje dhe 5 mbledhje për komisionet e tjera, të cilat janë ngritur për probleme të bllokimit të rrugëve apo të rendit të rrugëve të ditës. Për periudhën janar-dhjetor 2024 janë marrë 66 vendime gjithsej në Këshillin Bashkiak, nga të cilat 63 vendime për ta shprehur pozitivisht institucionin për drejtë të qarkut, ndërsa 3 prej tyre janë kthyer për rishqyrtim. Atëherë, gjithsej janë 66 vendime të miratuara. Numri normal të vendimeve e përbën vendime që kanë të bëjnë me ndihmën ekonomike nga fondi kurzuar i blok ndihmës ekonomike deri 6% në rreth 18.2%. Pastaj një vendimet në lidhje me buxhetin sipas fazave të programit buxhetor për periudhën 2025-2027 në rreth 21.2%. Unë përmendim si vendime kryesore gjatë vitit kaluar, vendimet për miratimin e programit buxhetor 2025-2027 sipas fazave. Vendimet për ndryshimet në buxhet, vendimet për dhëna buxhetore, vendimet për paketën fiskale, vendimet për emergjentat civile, vendimet për bursat e nxënësve që studiojnë në gjimnaze dhe në shkolla profesionale, vendimet për titujt e nderit, vendimet për dhënie pronash në përdërim, vendimet për prioritetet e investimeve në vepra publike. Gjatë mbledhjeve të Këshillit kanë marrë pjesë mesatarisht 12 këshilltarë. Mbledhjet frekventohen nga 80 deri 100% e këshilltarëve të shumtën e herë. Nëse ka pasur ndonjë rast të mungesës së ndonjë këshilltari në mbledhjen e historikur, arsyet kanë qenë të forta. Gjithë dokumentacioni i projektimeve të shqyrtuara që mbledhjeve të Këshillit është publikuar në faqen web të Këshillit për të dhënë mundësi qytetarëve të njihen me to. Ju e dini këtë, në regjistrin online për transparencën e mbledhjeve të Këshillit janë të dokumentuar gjithë informacionet mbi mbledhjet duke filluar nga thirrja e mbledhjes, oraret e mbajtjes, ditët e mbledhjes dhe procedurale të tyre. Mbledhjet e Këshillit janë transmetuar online në Facebook të Këshillit Bashkiak. Këshilli do vazhdojë të transmetojë mbledhjet live stream në Facebook të mundësuar nga bashkëpunimi me projektin Bashki të Forta, financuar nga Qeveria Shqiptare. Këtu gjej rastin edhe një herë ta falenderoj profesorësin e projektit, që apo edhe të kemi këtu zotni Elin Hoxha. Krije Këshillit Bashkiak një pavarësinë të transmetimit pa ndërprerje live stream të mbledhjeve dhe krijon mundësi të transparent të lidhjen me të gjitha vendimet që merr dhe projektet që trajtohen për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Këshilli Bashkiak trajton gjithashtu dhe kërkesat dhe ankesat e qytetarëve. Në Këshillin Bashkiak të Fushatës për periudhën e vitit të kaluar janë regjistruar 11 kërkesa të gjitha të marra në konsiderat dhe trajtuar në Këshillin Bashkiak. Pjesa më e madhe e tyre ka qenë për hapje rrugësh, problematika me rendjet e Batishës e të tjera. Të gjitha kërkesat dhe ankesat e qytetarëve janë të pasqyruara në regjistrin libër dhe në online të Këshillit Bashkiak. Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur ndonjë peticion apo nisë të qytetarëve të depozituar në Këshill. Këshilli Bashkiak, në koordinim me Bashki, do t'ia përgjigjet të gjithë shqetësimeve të qytetarëve dhe mundësitë që kanë në dispozicion. Gjitha kërkesat dhe ankesat janë publikuar në regjistrin online të kërkesave dhe ankesave në faqen web të Këshillit Bashkiak. Konsultimi me publikun është një pikë që Këshilli Bashkiak e ka realizuar në vitin e kaluar. I ka pushtuar vëmendje të veçantë dëgjesave publike për projektarëve për të cilat kërkohet nga ligji. Janë zhvilluar gjithsej 9 dëgjesa publike për 4 projekte. Plani i integritetit të bashkisë për 2025-2027, shpërndajnë përdorjen për fondin sponsor të bashkisë Fusharës për kanalin e linjës së ujit në territorin e bashkisë Fusharës, një dëgjesë publike ka qenë për këtë, një dëgjesë publike ka qenë për buxhetin në statash, programin buxhetor. Gjesë publike kena pas për miratimin e planit të mbështetjes të ekonomisë kryore të Dallëzi. Gjesë publike kemi pas edhe për planin e integritetit të bashkisë Fusharës për periudhën 2025-2027. Në të gjesa kanë marrë pjesë gjithsej 273 qytetarë, biznesese, grupe interesi, nga Këshilli e tjerë, ku janë dhënë 107 rekomandime në të gjesa publike, nga të cilat për arsye të fondeve në dispozicion 86% morën për arsye të bashkia, dhe pjesa tjetër ka qenë për nevoja që nuk janë kompetencë e bashkisë për zgjidhje si për shembull problematikat e instalimeve të ujit të pishëm dhe çlimet të ujit. Të gjitha informacionet për konsultimet me publikun janë të publikuara në regjistrin online për konsultimet me publikun në faqen web të Këshillit Bashkiak. Unë kam një tabelë të listuara dhe të specifikuara sa takime janë bërë për secilin projektar, sa pjesëmarrës të bërë, sa femra dhe sa rekomandime janë bërë, në përgjithësi janë ato që listuam më parë.
Këshillit. Gjatë vitit 2024 në bashkëpunim me projektin Bashkitë e Fortë është realizuar një trajnim 2 ditor për shqiptarët dhe një trajnim 1 ditor për shqiptarët, sekretari i Këshillit Bashkiak dhe punëesen e sekretariatit në bashki në qytetin e Lezhës kemi të organizuar. Këshilli Bashkiak Fusharës për aktivitetet e vitit 2024 kishte planifikuar të shpenzonte 6.181.000 lekë për shpërbimet të shqiptarëve, kryetarëve të fshatrave, për pagat e punëesve të sekretariatit të Këshillit, për kancelari, trajnime të tjera. Gjatë vitit 2024 janë shpenzuar 310.000 lekë nga ky që është dispozicion. Pjesa më e madhe e buxhetit është shpenzuar për mbajtjen e dëgjesave publike, për projektate të ndryshme, shpenzime për trajnimin e shqiptarëve në bashkëpunim me projektin Bashkitë e Forta, shpenzime për kancelari dhe shpenzime të tjera për mbajtjen e aktiviteteve të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak duhet të punojë më shumë për të realizuar aktivitetet e vet dhe të shpenzojë buxhetin e planifikuar për to. Këshilli ka miratuar planin e aktiviteteve për vitin që vjen, të vendimmarrjes dhe konsultimeve për vitin 2025, të shoqëruar një buxhet prej 13.422.000 lekë, nga të cilat 522.000 lekë për realizimin e aktiviteteve të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak të vit ka organizuar fushata e blokimit në Facebookun e Këshillit Bashkiak për të nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje, duke i ftuar qytetarët të bëjnë pjesë aktive në dialogun me qeverisjen vendore, të përdorin instrumentet e Këshillit për të zgjidhur problemet e tyre dhe për të mbruar llogari apo të zgjidhin problemet e tyre nëpërmjet ankesave që mund të drejtojnë te Këshilli. Mund të ndjekin mbledhjet online apo mund të marrin pjesë në dëgjesa publike për projektate të ndryshme apo për buxhetin e bashkisë. Duke ju falenderuar për vëmendjen, dua t'ju propozoj për seriozitetin dhe gjithë angazhimin tuaj në gjithë përcjelljen e punës së Këshillit Bashkiak për vitin që shkoi në pjesë që kam qenë dhe për vitin që do vinë dhe që falenderuar. Faleminderit për vëmendjen. Për gjithë një shqetësime të njerëzve janë shumë për qenë që janë për qytetet të ndryshme. Jetë pjesë për raportimin. Atëherë, a kena ne vendim të thyrë në prefektura? Po, realisht kemi një vendim të thyrë për rishqiptim, është vendimi nr. 4 për zatimin e çmimit të llojeve të apartamenteve për subvencionin e qiraut. Ata ajo garzoniere një +1. Kjo është rikthyer thjesht vetëm për të bënë specifikim. Për në tabela që kena dërguar ne atje, do të bëjmë specifikimin për ata familjet që përkasin zonave rurale dhe familjet që përkasin zonës urbane. Ne kemi bënë një tabelë të vetë, por atje në prefektura nga kërku i specifikojnë zonë urbane në vete dhe zonë rurale në vete. E kena përcjell administratës dhe nga përcjell zonës urbane, nuk janë qenë gati tani në këtë moment, në momentin e vonshëm besoj të vinë gati. Prapi se shikoj që në fakt kjo është pjesë që na kërkohet nga Ministria Përkatëse, kjo është pjesë në bashkëpunim, se unë vazhdoj prapë e diskutoj me atë, po besoj që pret kjo punë, pret. Okej, vazhdoj. Atëherë Kryetar, nëse mundem para diçka. po. Në komunikimin që kota me Los Pranit, më tha më la detyrë me ju falenderu gjithë këshilltarët emër për emër. Kryetarin zotin Nikolit, Bardokun dhe kryetarin e bashkisë zotin Vicuri për akordimin e titullit qytetar ndërri. Gjithashtu edhe lëvizjen e Denja Manet. Pa mundësi për çën vetë tonë, falenderoj. Ashtë obligim, ashtë obligim, that's it. Ashtë se minimale që mund të lajë për njerëzit të atëherë shqyrtimi kërkesave ankesave të qytetarëve në institucione në Francë. qytetarët kanë shumë kërkesa për qenë, sepse askush nuk mirë për këtë punë. Dhe dim se është problem që postë për me rehabilitu, por është një problem që e kemë në çdo ditë në qytet.
shumë me shkrim me fëmijë, me plesh, me drit, dhe të danë. Në thanë është vërtet as katastrof, nuk është në shkollë. As mund të shku në shkolla, as Certo. në institucionit, as Ne do të bëj një projekt që të shi kena folë të shëmit, nuk e di si e zgjidhin as sterilizimi, nëse ato bëjnë një sterilizim, po, për disa që janë. Jo, e sill përfundimisht problemi sterilizimi se nuk le ligji ndryshi herë para, vetëm sterilizimi. Ose në edhe një vend, në popën e bëni sterilizim, për disa. Shiko, nesa ajo është mana e kushtueshme, është variant shumë i si s'dëna me po ata shpisëve ka pas. Nëse e interesant, po, problemi është Aja me problema e punkti. Shkretare nuk e bajate. problem, është një problem vërtet që qytetarët të një popën e Shiko, atëherë, unë jam me thonë drejtën me mundësi me kena në po kastrimin. Ndryshën komplet sjellja sepse ullet numri, në mënyrë natyrale. Me thonë drejtën, unë e shoh Bashkinë e Shkodrës, përmin dhe me ka zgjidhur shumë mirë, pakten qytet. Pakten qytet, se shembulli kur është mirë. Sepse unë i shoh edhe atë se na përmund vjetë shnetshëm më pa. Pra ti kur pa kastrimin, i pa matrikullimin, dhe ti e din se këtë sen e ke kastru dhe sepse nuk e për të vra, edhe nuk është njërzore, unë jam animalist, i përkas asaj kategorije që jam animalist, por realisht ka orë momenti që duhet me nërmjë, se më mund të akord me... Një që janë animalistë, të që e pa më shumë të njerës. Në të shi, kryetëri në të rëgën ku janë lekt, në morin vendimin, në fakt duhet bati së të dim. Ne kena vitorin, ne kena burimet e mërshme, këtu, pastaj nuk e di, bat me tendër, as si bahet, më thonë drejtën, nuk e di. Shkeni më dhe të qësh, shtu si ke mojtë, super, alëne, më ba të shkuar. Ka i problem. Nuk kam të shku një kam të kesh një dorë. Shiko, Nëse po atë një kastrim, që produktori, po atë këturit dhe atë janë matur. në atë fazë janë shumë të rrezikshëm se të shi është se i kam një grup atje, sinqerisht ju dur njerëzve në rrugë. Në rrugë, pra, atë nuk është Dhe sociale. ka hikë, domethënë aty jam smen, ka shku se një tjetër, 3 se një ishin tisur mu njerëzit, shkoj i 4 ti u fut në mes. Aty domethënë jam smen, sepse do një nga këtë sen, si duket rrite aty të rrite pallati, edhe u fut mes njerëzve e senve të tjerë. Është një i mbrojti njerëzit. I thash këto tremën ku po një njerëzit. Ja të dimë që në makinë, për të drejtë në buë. Realisht do të zgjidhet ky problem. Tash më thon drejtë kryetari do të zgjidhet edhe një mënyrë tjetër, edhe gjoba. A ka një gjob për personat që i abandonojnë. Sepse ne na përëndon një fenomen me fshatrat që vinë rrinë verës, e i shkojnë kur i kur në të tërë, vinë i lamë qytet. Nuk keni Nëse nevojë. do dhe ku nuk të kam prej. Nuk keni nevojë, me 8 lësh ka duhet të apëtesh. Po e vetë. Ma të marrë vetë me lësh, ka qenë jam, po me vi për Ajo si ka nërë, por ajo do shumë vetë, po se bashkë drejtë. Si mund ta zgjidhim? Është për jetë edhe sot, edhe kushtë di ka nërë. Njerëzit kanë shumë problem. Është një problem. Sinqerisht, është shumë problem edhe kjo pjesa e mjekësisë të të doktorit. Nuk është vetëm thjesht burimi, po janë edhe ato, më thonë, një salë dhe si të kryerë sepse këtu tonë nështë njerëzër veprimi jëtë janë shumë emergjent, ndërhyjnë, po problemi e se qytetarët reagojnë brapa thojnë se se kam pa unë edhe i stimulojnë dhe. Ka që ju shenë. Ushqe edhe vesi ka... Ska, se me problemi. Ti pa një kastrimin, Po,
Shiko, Nuk në jam tjerë, unën e ti Shkodër. Nuk jam I tjerë. thash një sëmë, ishte afër një kasapane, e more të savë, i thash. Ashtu 5 seni, i thash. E mytët. Po, nuk ka problem. Kujtar, në momentin që ka sëpët, në momentin që vaksinate, ai nuk është më i egrë. Dhe sepse ty ta ka dalu ligji me me ekzekutru, ka 2 mënyra. Se o i ledirshëm mas i ke kasru dhe vaksinu i len qytet, ose është shtëpia e senve. Kjo është pastaj që ka një kostë më të madhe. Pra, shtëpia e senve, kur ti i shduk total, ka një kostë më të madhe. Pra, ne të paktën minimalisht bëjmë të faren, kastrimin, dhe matrikullimin e tyne. Në erdhi palor i ri, o shohim pa atë matrikullin ta, na paskën Është e rëndësishme. na paskën fund. Është e rëndësishme me Pra, është e rëndësishme me vogël. po është shumë e rëndësishme, në fakt më të thënë drejtën, e? Shkojnë te spitali me të cilët kanë edhe shemi e mirë po. Në rregull. Edhe realisht me të thënë drejtën, unë ka na ajo zonë jonë ka shumë, e? Te spitali jam një grup. Atë ka shkojnë. Reka të marrë. Problematik që kam ndeshur personalisht po e di që probleme për qytetarë. Nuk e di se si procedurët monitoringi i fytyre lokaleve, ndoshta sa shkolla lokale ai individë, se s'po na qytetar në herë, shkollë në qytet. Të paktën mund personalisht parasis, do rasis në 4 lloj shkollë në shishe zhambi, shishe birë, thëme pafundësisht, është e pa mundime me organizim. Te ekspozita duhet ta poshtë. Te ekspozita, te pijore, do në kësherja pjesën, e bëjt për punë qërë, dhe më thënë, po edhe shkollë tena ka kraj tjetër. Edhe në shishe të shkollë. Sa e shishë të zonë, ka që në të regojë dhe tyre, zëtë një atyre që e vetë kruba një kërset, arkin. Po ne e sa problematik për i fëmijë që shkojnë në klasë dyta vetëm pa prindin, Ja, do të fitë. po, jo, jena njerëz, ne që të më njerëz, do të më farmasë, Edhe të shkët tjetër në dunë shtovën, të pjesa e pedonales. Pedonale janë shumë me amortizuar. Pedonale pjesa, do të thënë gjynësa e shtetit një kërë. në shenë, Po pra. Është komplet, po do të thënë pjesa Gjynësa e shumëtet. gjynëse, do të thënë gjynëse se i pra shumë problem. Do të si mund të zhjë, se... A e marë plakat apo andë? Kjo pjesa e parë e zëdërmën shumë shtetë, përse pjesa pastenit e atime më thamë edhe është se ka një kosë dhe të nëgurë e fi. Problemi është edhe në tesa se është përballë se rrës. skandale, dhe në që atë janë një Po dhe të mërinë, si në të mërinë sketë. Edhe shqeqë Dhe të me rëthu kretë me rritë dhe me shpallë dhe objekt të rëzikshmërisë në këna rrugë tjetër. Nga se së më nërhym me prish për momentin, do të me rëthu dhe mos me lënë pa për Unë e di se ka një procedurë ligjore, më vëllë. Sikur është leja në timit, është dhe leja prishjes. Po pra, po. Po pra, ka letër, e ka qësa letër shto? E ka letër e shpisë. Po por nëse shtëpia është nuk ekziston. Aty është ajër. Ai ka një shtëpi imagjinare në katë dytë, aty është ajër. Sepse ti do të marrësh për një zë. Kryetare, të si apuna, për nuk i zemë të, sepse shumica aty në o kanë vdekur, janë dë, edhe aty ku kanë qenë shifte, bashkëjetuesi që i di janë dë, janë divorcu, njëri ka vdek, tjetri është zë, nuk i zemë dë tjerë. Problemi është këtu, kryetare, që thjesht do nis nga lizi i bashkë-administrimit, pra se ato kanë qenë detyruar me ligj me mirëmbajtje, ti detyruar me mirëmbajtje hyrjen tënde me ligj. Pra ato kanë shkel ligjin në mënyrë të vazhdueshme dhe ka shkuar në atë. Pra vetë valori. Doktor, unë ka qenë një shqiptar disa vite, zbesoj se ka kështu të këshim, të thonë që prita do lanë maksimumi për në sudjana. Po dhe një për balë fakte, si i ka shumë maksimos, as për në tese, as për tjetën, një rëgjana për i vete që si më kënë të e këtu për herë parë. Ne më bënë një gjyre. Të gjitha të si janë kontaktu valorë, pra, kur valorë e le në Prishtinë, bashkje në rëmë,
të ke lënë të baba. No, Kjo nuk ka ba. Dhe shi, a e qarë të prit të po gabimin. Ora, një bit, Por shtatë të vanë I dhe gjë vazhdimit, ke shtë aty me filmi u gjë vazhdimit. Jo, e të prit të po gabimin, ato e të na prit të po gabimin. Që në momentin që na prishim, ato me fut letrat tonë, na kanë prish përën. Pjesa tjetër që kanë diskutu me gjitha institucionet. Të ajo VKM-ja famshme për me shpërblyer për arsye, në absolut. Vjen, bën ekspertizën. Në erë. Qarë prënë, është kjo pa qati, pa drejtore, pa dyrë që si me e vlerësuaj. Pra dhe kjo është problemi, sepse nuk bëjmë mi palat që ka dyre drejtore qati e kret, dhe vjen e vlerësone. A nuk më vlerësoj e ojëri. Më thonë, thjesht një murë pa, s'ka që në tjetër. Kjo është një problem që të ty me fazën e parë, me dytën, deri sa ajo të zëtë. Unë të zëtë dhe prisë të rikë Ne atë njërës, me atë njërës ne nga ne rritirë, ne njohim personalisht, dhe nuk i të rritërë gjithë se ju panë edhe pa ti, sepse atë e kanë kësoj objekt të rëzikshëm, që se s'munesh me rëziku të tjerë. Por hapi par aje du të rëzëhet me medisjar, që mos me një sendër vla. Edhe mos kalim Me një vjetë tjetër me një sendër. në asesim, njerëzit në rëtërru. Por e i ka pa ti pra të Por nuk e di lizërisht se du të më konsultu. Ka i problem se aty shkallë të kërkarë, sepse ti du të me vunë tabelën, objekti rëzikshëm, edhe mos u afro, sepse shkallë të ashi janë poshtë mëri. Muri, një guri i kena aty dhe me të njëri. Po prapë, dhe të me rëthu se Si që unë nuk i se si unë në shkodër i shumë se ti marë minimalisht i kanë punë një tabel ku të regojnë që objekti është i rëzikshëm. Rëthohet se aty në fakt ka e problem. Objekti është i rëzikshëm me shkallë të kalojnë aty në gjitë, sa është në gjitë me shkallë të... Që kjo e dhe një zhjilë në fakt, se si do zhjilë, a dhe blokojnë edhe shkallë të krejt? Krejt, rrëtë rrëtë, po... Në shkallë aty mos me rrëtë që të dërë të shkallë. Shka pra, dhe me thonë edhe shkallët edhe mënyra mos të aksesohet nësë një lej rruga jo, si nërë që nuk e bërështë. Po, problemin e shtetit e shqiptive e tanë, sa problem është në hyrje, nga se ne nuk në lejë me banë në hyrje një si përhershme, me kësi ma sfajt nuk lejot. Ne do të rrim me banë, me hejt plak për plak me banë, fakt është një proces si ne, as tesh se këna mundësi me miratu, po do të me mundu me pas me një kërku një në donatori, sepse dhe në këshila është pa mundu me bjetë plaka. Se nuk e përmjojnë sepse është një sasi e madhe dhe si aderë, dhe thotë e nuk mund përmjojnë. Pra me dhe iniciative jone në rëzikon shumë. Pjesa e kërsisë në një madinës. Jo pjesën tjetër, po të pakën sa i bje është ajo që e ka kërsia e madinës. Dhe të kërsin e madinës. Vetëm pjesa e verë dhe plavë është të përshme. Ja kanë kërku të ta institucione për në kanë fanë nuk mund të nërrysh të një përre. Sepse është një sasi e madhe dhe s'kja investu dhe ti nuk mund të nërrysh në e përishtë. Ka dhe një shka tjetër, për shemë a shumë të mëzdëshme pjesa se unë kërë prendën për pjesa. Si kanë një adresë? Po e na shumë problem pjesa e kërës. Nuk e di, e kanë hedhë për shemë pjesa këtë sipër, mas akullit, ma shdu të është përsh ma shumë se... Po thamë që nuk kene e Një ministerisë. Kryet pa herë, mos a herë një për të e morin kohët dhe të një të zarë. Kërë në përgona.
Pllafsi grejt për investimin. Gresi, nuk i dërën ashtë një plak që nuk dërën 20 gradë minus, Mos apo dërën e 20 plak, gradë shko të vritur A së plaka. Është ka problemi të tëra mënyrë të rregullojnë, po plaka nuk është parisë. Edhe ka një ka plaka në një vaj, ka në një problem. Sepse shkon 40 gradë temperatura. Nuk shkoj 20 minus, aty shkon 40 plus. Shqe plak e tjeri së në Po, problem si kam grup tjetër, më s'mund në rry me bon, s'mund në Ka qenë një projekt, ka qenë projekt ku... s'mund në rry. Po, ky është problemi i parë, problemi i gjerave i Francë, problemi edhe një problem tjetër është lidhet me tonë bashkim, po, nëse një si administrative nuk kanë në Paris me sahata, me shëllujtë dhe me ka një problem. Problemi është në bashkëje qëtër. Unë jam të vunë një, që kanë probleme që në posë në fundit, në shqiptarë të fusharëse. Kam frikë se Në ka rritë tjerin në shvenduri që ato kanë kohët e nërë, nësë kanë gjëndurë dhe pjesa. Ne këna, në sa mani me një, ne këna bën një takim këto, një mizjes, që kanë marrë ato policisë në territorisë terrenale, dhe këna bën takim. Dhe ne këna bën opcion, ne këna punër absurde drejtismin, po jena si normalja sha drejtoria, që bën investime, shtu numër e abonentëve, se dhe 16 euro ujë, dhe të kishte shtu numrin e abonentëve dhe përmisu infrastrukturën marina gradualisht do i investime. Sot, bashkia fusharëse është të bëllë fatë, ato kanë bëllë dy rritë e fatura. E para është 2500 lekë shërbim, e cila i kushtën bashkisë fusharëse 25.000 euro në vjetë. E pa për bashkia? Bashkia, jo bashkia, qytetarë. Dhe dyta është rritja në 600% e ismini, nga ka shku Shiko, po ku ka vëzik se të shjatë u delë ujë aty. Ujë vjen të me rrë dhe tjera. Zero kosta. Dhe kosta e Që në ka puta, u shkodra, a kena diskutu. A kena kostë këshilla atë. Po ta, ore, ju hajde një studim se për çaj kërkon një këtë rritje. Një kena kanë shu. Nuk Një që arsye që ishte që Shiko, o kryetare, të si puna. Uj, ka shtajtë në Tiranë. Herë para se ne dy rrugë o me shku drejt një masë ekstreme, o këshilli bashkia. Ashtu si s'ka votu për ta po SHA atje. Ne si këshill deklarojmë që nuk jena më i 49% me 51%. Ashtë. Dhe si ka mundësi që merë ordaku, si merë ka ordaku vendim, pa pytë ordaku. Atëherë në themi fuck you. Më kuptën? Ose pse kjo, po pra, se kjo është, kjo nuk është, kjo mos jetë fare ditme. Janë komplet legena, po pojtë dhe ka shuaj në thënë, dhe erdhen fix me atë gjënë, copy-paste si që kanë thënë. Atë në kokrat të legenave. Kër nuk ka rritje 600%. Qa lodhi kjo që rritet 600%? A pritem ato se ishin zgjuar shumë ato koka? Unë bëtë më gëri, aritmetike atë dit, i thërë ti ka shkëllëzime sëtë. Po thënë, nuk e kundështëshin të, së në di sa të në iska, e di sa e pagun, sa e ka kostën i mirëmojtës. Po, ka po për shkollë me mundorë. Rastin si janë që veprimi mund bëjmë në administrata bashkë këshillin në bërëtin e qytetarëve. Vetëm veprim si. Po problemi është edhe qytetarët në di mirë që si ka vepru këshillin në këtë vizjes dhe si ka vepru administrata se ne jena këndër precis. Aspektet i gjërë që të doktore ato të të studiu në kosë, se nuk është momenti ku kemi fjallë se nuk e klapim na. Fatura parë ka hyja e naret, fatura 2 në shkurtër.
Kjo fatura është në shërbim 25.000 euro vjen, kurse tjetra mund të shkruaj edhe 150.000 euro. Por ti sa ditë pagu për i mallë që derdhet, ai apo derdhet nuk tash. Edhe Pra ti nuk je demur nga lisemi Shkodrës me pompa, me pompu me sitnën e një u shpërdorë që të Po ti aty të arë nga mali, se jena vetmit ne, domethënë, puka dhe fusharë, si bile puka i ka ca pompa, ne nuk kena fare, zero pompa. Pra ti ke zero kosto, rrjedhjet lirë. Me të arë kjo. propozimi është për me këshilli, domethënë për farsia këshilli. Me bëni takim, bashkë me administratorë. Me bëni takim me thirë të gjithë të që prejken nga kjo abonent dhe biznesit, me bëni takim dhe me bëni peticion. Që i drejtona... Të nërërë qytetarje, para jeni të akord që ne me që u hapë kjo diskutim, ne ta t'i përcjellim shqetësimin e këshillit, dhe nëse pastaj kjo bëhet me vot, ashtu si është votu këtu për tu ngritë e shëro, ashtu dhe të shpahet. Kjo është një mas ekstreme, që ndërë konotacion fakt tjetër, po kjo ka lidhje vetëm me çmimin edhe me shpërfilljen, sepse tan fakta njerëzit ja dorë këtu, ha. Ne e ke rrit të çmimin. Pra, na shojnë ne, po ne nuk na shojnë. Ta dish me se. Nuk kemë qenë nga kanë shojnë ne këtë ndë. Në kanë nërë të qimë nga kanë shojnë. E kini boju kshili, e kini boju Më në ka qërë, letë na shojnë. Letë na shojnë, por në realisht, ne kena diskutua ti ku shëmojnë men, okej, jam të akord, me në arë me një projekt BIMS. Vit jetit BIMS. Po jo kena arë një gjë me pojtë të gjesë tjesht sa më një zhurë që po të një. Nuk bati në gjesë me mu, se unë jam ortak me ty. Ne në ortak, vëlla, ne në bashkëpreneur. Në konceptin e biznesit je bashkëpreneur. Po edhe po dhuri kënë bashkëpreneur. Sa kjo, jam unë me Fordi po. Realisht është rritje madhe, se ka shku në, ka ka tërmizim, ka vletë më të një se ka rritë 2500 që nga kuptëm. I 2500 shërbim. Shërbim faturës. Pra, ta nuk i shuaj njerëzit, sa 2500 shërbim, po ka 25.000 euro në jetë për abonente të fusharëse. Edhe i kanë fundi 300 që ma shumë, 400 saj për qytetarët edhe për... Qa shqilek ma në mëve? 25.000 euro janë për raport me 50 frigorifera. Krejtë të thirë. Kishin 50 frigorifera për i qyteti. Pra që të kishin të ri, nuk i bejtën. Shqili bashkë me administratorë. A krejtë të thirë. Krejemi takim. Kjo shprejnë që Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Finansë, Kryeministrisë, avokatës poplit, drejtorisë. Shkodra e ka rrit 200. Ne në rrit 300. E ka unifiku s'kimi pra. Me të vërtetin e në një nërmarje. Po ti nuk mundesh me mbarazu kostën Shkodrën me kostën fusharës. Shkodra e ka me pompin. E ka nga liseni, Ashtë dhe. Pra, të morin nga liseni, e pompojnë dhe ka kostën tjetër. Ka me filtru, ka me shpenzu energi elektrike, e tjere. Nuk e kena në situatë ne. Marina, kur hypte... Ka rrit problematikë në kësaj problemi. Nuk e di nëse ka një person specializuar për pjesën klarifikimit kimik. Se vetëm, po pra, ka që vetëm as rroba zoni ke frik milion të dizbon. Shika, dikur ndodh kjo, merë dhe flikesa të telefon. Aje situatë ndodh nuk je shi, atëherë që të shpikoj, ka manual. Ka manual kur ka shira dhe ka
me manual për të bërë pak më shumë se rritet probabilisht niveli i dopit. A çështë teknike. A ka një përshënd nëse ja të kërkoj rritin e dërën shëpire, nëse ja të nga përdu shëpim të tamal. A ka një përshënd që ka marrë një shkollë për me heatjore, me që kërë nuk ashtë ujë. Atë trajnë, atë punojnë që trajnë, besoj se të është se kam idejnë. Se kam idejnë, unë e kam idejnë, Po të di se ke, Tashi, atë persona punojnë të 20 vjet aty. Është ide. Ka një protokoll se si hidhet klori, sepse të merret analiza e klorit, do të bëhet raporti përputhje me analizën e klorit. Edhe janë manuale, shiko, atë manuale formular që atë që punojnë e dinë mirë. Me shumë qytetarë që janë përballur, që kanë thënë ju këshillu e keni rrit bashkia, o kanë thënë jo. Ne kena kundërshtu, kena edhe poshtë. Ka thënë nuk di ato ujësia si bashkia është. Sepse atë fizikisht është se i bie ne bie një për jashtë atë. Ato nuk po të ras, paguajnë ata, ne kena bëjë djestesh me shpenzimet tona në një fjalë. Që ato të fillojnë të përmisojnë shkojnë abonente këto. Po ato, nisë s'ka shtu abonet. Nisë nga zonë zyrën. Po në shkojnë të milionë. Atëherë, Përdemi reagimit të. është një fenomen tjetër, ju ka çuaj, Abu Sahati kanë haru me hedhë sistem kontrata. E ti sa është po një kontratë për një banor fushar si s'me lidhë kontratën në ujësit, 20.000 lekë. Po s'pëllet me mos dormur, një vjetin në 20.000 lekë dhe kemi pagu Sahati. Pra, praktikisht 20.000 lekë, e 19, i bje 250 lekë. Kjo fillon, dhe më thënë për para. Lecim nuk morin për sipër për fsharat, nuk morin për sipër me hap as kanal, as Okej, dakor, nuk po tham për rasti që unë vlla kërkoj me lidh kontratën. Sepse unë kam persona familjarë të mirë dhe kam neksh persona të tjerë. Orë, ka vazhdu të likuidu faturën nuk ka kontratë. Do të thotë tash do të më lidh kontratën por kemi paguajë 20.000 lekë. Të janë truke, përshëndër që i kanë përdor atë për me vetë pare. Kja është thjesht lidhje, është shmatje, që të caka të nërën nga fusharë si t'ja u bëjmë ne këtë shkutër. Ate janë të marrë së morim dhe kështë. Doktor se kene një për shkutër. Unë kam nga i këshushia. Që i bje, me të futë në kështë shkutër, me trajtu si Zulu. Se po zhidhet një fjërë. Oret, Ali e pagu ti, disë ki e pagu kontratën, ki në fakt i të pagu faturën. Ku i të pagu faturën, ki e kontratën e tjilën. Përësi, për Po është por i trajtoj njerëzit si Zulu. edhe shqiptarë që kanë qërë shkollë, shkollë, ka më nga kompani vetë. Atë se më marrin vesh me të mija, të s'marrin vesh me të mija, ta t'jesh i sigurt. Atë vetë e zonë më E vetë një zëvash mos me pagu fatura. E pa të peticione, por problemi janë shtu. Hymë nasit derisa të fillon të diskusiona se tu lehtësimi deri në momentin kur na E ti si puna, unë nuk e marr përsipër pa po një analizë, as kështu të më thënë në pikpamjen qytetare, njerëzit e di vetë. A mund t'jesh të ndesh për të javë këtë pjesë? Por ka një gjë. Ata thonë një gjë nuk ka lidhje. Atë një gjë është. Njerë para këtu nuk ka ai ka qenë një përdës apo më pësër ka kalu ma tjetër. Këtu nuk ka çështje politike, do të thonë këtë është e punë hora shpilla. është më shumë pak pa aftësi ose pa shraja, bashkë ma drejtojnë që janë mori këtër, nuk e kanë shumë idenë se si funksionë një zhavë, por rrisin shnimin, Nuk është dhe atësë tjetë, atjere.
Ju e dini shumë mirë që ujësillësit në Shqipëri mbështeten nga projekte të caktuara. Dhe ju e dini shumë mirë që me lisë Qeveria Qendrore është e detyruar me garantu cilësinë e ujit, cilësinë e jetesës, a kupton? Dhe ju e dini shumë mirë që edhe pse i kishin bashkit në marrje të ujësillës kanalizimeve, drejtoria përgjithshme e ujësillësit ju bate subvencione. Pra sepse është politika qeveritare me garantu furnizimin e ujit popullatës. E ka për detyrë. Kështu që në kohën e projekteve të FV-ja tjerë kanë dhënë vazhdimisht pora dhe kanë financuar. Ju do jeni nga shumë e afërt kur ne këto SHA do t'i shohim të shku drejt privatizimit. Pra që do të thotë, ato që ne kanë dhënë pare, do fillojnë do t'i blejnë. Pra mund t'jeni një kompani e ujit, mund t'jeni një kompani vendore, por që në finale nuk do jetë situata kështu. Ne nuk mund të bëjmë përjashtim nga gjithë bota. Greqia, ju e dini shumë mirë, kanë shku kompani perëndimore, kanë privatizuar dhe shqiptar bashkë kanë bushnime. Ashtu si ka bushnime për energjinë për tjetër e tjetër. Kështu që këto edhe të natyrshëm i kërkojnë një reformim të sistemit. Dhe kjo është në kodin e reformimit, unë marrë anën pozitive të zarë. Ato kanë ardhur me bo sistemin e... Por, luksoja nuk ka lidhje me rritja 300% e çmimit, nuk ka lidhje, sepse kjo të shi duhet bëhet mbrana për mbrana, një nërmarrje të mund të ketë diferencim çmimi. Nuk mund e shtime barazu kostot. Ja. Nuk mund e. Ne kena kundër, Këshilli ka kenë kundër, ato kanë vepruar kundër. Jo, Këshilli nuk ka qenë kundër, kryetar as Këshilli nuk ka qenë kundër, nuk janë kundër, sepse aktualisht i e pro, sepse nisi kryetari i bashkisë dhe nesi Këshill i kena dhënë vistën dhe kena marrë vendim për të bërë SHA. Hapë në mirë, ja do t'i marrë dhe t'i shohë Fenasi, është votu në Këshillin bashkiak, në Sharsit, nuk ka rëndësi, institucioni Këshillit ka votu që të bëhet ajo SHA. Dhe në momentin që ne shtrejna me një vendim, kundra ati vendimi, qërësojmë atë vendim, pra ne du të më mbledh, ne 15, kursojmë vendimin ku a marrë e vendim. Nuk ka rëndësi, edhe kryetari, edhe Këshilli kanë votu. Ne na të hallin, por institucionalisht, ne na njifet dhe në momentin që ne do të marrë një vendim të rëshë. Ja, pse e kanë kërku venimin e Këshillit, të orë një shërë. Jere para ne jena mësu me diktaturën mos të gjeseno për i qeverisë qendrore. Një kohë që kushtetuta e ligjit ty ka vënë kompetencat e tuja. Ne kena me ligjë me kushtetutë që Këshilli bashkiak themelon ndërmarrje vendos për bashkimin e tyre. Dhe në këtë pikë të ligjit mbështet kërkesa që është bo SHA-ja në Shkodër. Në mënyrë më absolute, po të hapi u pa e lexu fare vendim Këshilli dhe pa e shoh propozimin që kanë bërë Këshilli i Ministrave, unë di se si e ka kokën e vendim. Se nuk mund të shmami anë kushtetutë do vë. Edhe anë ligjin për kushtetin vendor. Hape ligjin, shikoje. Pa e marrë vendimin e Këshillit, sepse ti ke qenë pronar. Dhe jo dini shumë mirë që... Apo gabim, më falë, a shkret gabim edhe vendimi që ka bërë, apo ka kostë për me. Gabimi që ka bërë Këshilli bashkiak. Ka rrit në një moment që SHA vetë shkënjen, nuk shkënjen kur SHA janë një por zëtë i aksioner kur je kujti, po kur se e kujtës, ajë, më shkënjë si shusë, të kanë marrë vendim, më shkënjë, ato shkënjë në vëndetin e tyre tjerë. Dhe nga kena marrë një vendim tjetër, kjo shkënjë ato, edhe kena marrë një vendim tjetër, mu bashku me, ja kena marrë aksioner, me 15 vote ja kena marrë atyre. Ta shkëja faktikër, në të posi studi ligjurën me të rëpune, se në atë në ligjurën e. Dhe po më marrë hapa ligjurë, pas të 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 studi ligjurën. A i se si jam ka të në ministerinë e bashkisë? Po, më të të studi ligjurën me në bake, kurse me në gjëpisën e të nefra. Sa e në përvërë të në ministerinë e bashkisë? Kurse, pyetja që shtërova ona është në fund jemi ju që ka ndodhë.
Po, kujtër. Ashtu çmimi. Jo, Dhe si u të reagojmë, ne të shimë gjemi mënyrë me bojnë takime qëtërë që mi thonë si shtri nuk jena pjesë të kësaj gjëre. Po si që Shikoj ja ku jena të këtu, ti ja autorizu për i këshillit, se ti e kërkari për Ti këshillit. mund është të jetë kërë të shotra e kërkes. Po duhet edhe i profesi për i këshillit. Po jam po. Falë një sekundë. Jera para e këthejmë si vendim që të autorizojnë kryetarin e bashkisë për të përfaqësuar në takimin gjithpash me të problemet Maqedoni. Jeni dakord me ata morin vendim Edhe i komisionë për këshillit. Shiko, Vetë që se jo, është përshkisa se sa me bojnë gjëra shiko si është problemi. ose Ishë për i planë ministratën e ekipit. 3 vjet për këshillit një. 3 vjet, okej. 3 vjet ka këshillit, e present kur bërë takimin këta. Ata si fjallë tuj, sepse ato të lujnë që na kena bërë, po unë po t'jo shpikujnë se si e na, edhe shamë të s'kjeti. Atëherë, Franë si mendoj edhe si antar i këshillit Sharkut, edhe i kryesisë Sharkut, don në komision e propozoj, tjetër kryetari i bashkisë kuptohet se është kryetari. Ti përfaqësues e bizneseve, shallah ato është. 3 këshilli. 3 këshilli, se biznesi nuk i shojnë vetëm atë. 3 këshilli, bardot. Po përfaqësues e këshillit e biznesit. Bardot se do të shkruaj mbrapa. Unë jam dakord kujtoj herë të të sa për këshillit. Si me që kryetari në kryetari. Po të tjerë brama është këtë po, zhjushe për... E takime për dhe vojnë qëtë... Atëherë, ne thamë, Frasti, Besiana, kryetari i bashkisë, edhe Bardot. Këtë kujtoj qëllit. Pa jema për Ju nuk në ka fasërën të djallë kujtësori. Nuk arën si njani. Duan, ideja është edhe në kryetari i këshillit. Kush është dakord që tjetë përfaqëson takimin dy bashkë? Por takimin të punë... Pra, atëherë, një sekundë. Të gjithë problematikën e shpashme nga komuniteti, sepse do t'i vjen një emër. Dhe situacija e krijuar pas rritjes çmimit dhe të tarifave nga ujësillësi Shkodër, Këshilli i Bashkiak, ndjerë dhe sotme, mori vendim që një përfaqësi e Këshillit Bashkiak zbashku me kryetarin e bashkisë, zhvilloi një takim për diskutu për problematikën e ngritura në qytetarë. Si rritja e çmimit të ujit, të tarifave e tjerë. Mos shkërbim? Okej, pa problem. Për çfarë problematika thash? Okej, te vendimi pastaj. No mirë shumë. Okej, në isa tjetër a kena? Si që është gjurë një kërë i përbëllë mosë, vitë ka dhe, ka presmajsë, shtë në të Po, atëherë, e diskutojmë, po për temat zës kena tash për pikë nuk kena. Okej, atëherë ju falenderoj. Diskutojmë pjesën.